Dhe shpresoj të thotë që na të arrijmë objektivet prapë të luajna në Europa League. Edhe Europa League na dërgon direkt me kupën. Pyetje për ta Herbatatinen, Gzim Sahiti, a ke synim kupën apo mbijetesën këtë sezon? Për mbijetesë kam deklaruar herët. Nuk diskutohet llopi është Superliga s'është. Llopi ka një organizim të mirë, ka një skuadër cilësore. Çdo skuadër e cila mund të ketë momentet e vështira të vetat, çdo skuadër e përcjell jo në Kosovë po në Evropë. Në ka përcjell në moment jo i mirë sezonën e parë. Dhe shpresoj të thotë që na të arrijmë objektivet prapë të luajna në Europa League. Edhe Europa League na dërgon direkt me kupën. Besoj që po nduket se ka dhënë receptën këtë. Jo, nduket që t'ju shumë mesin. Jo. Besoj që edhe stafi që kanë bërë punën e mirë, edhe këta që kanë bërë punën shumë të mirë. Kam një staf kam një staf shumë të mirë, tash që duhet me cek, edhe me trajnera shumë të rritë akademisë. Përgatit luajnë me Malishevën për kupë. Për gëzime se lujti lopi krejt diçka tjetër që se kum po këtë sezon edhe fola soj, lopi sot është në gjysmë finale dhe me një favor shumë të madh për me marrë pjesë në... A kon taktike jote e Kalon tek ndim, Faruk Satovci Ja, regjia? mendoj të ke pjesë të je vetë trajner. Kush thot që dim se po taktika s'ban. Ka dalë dalës. Bujar letaj për Faruk Satovcin? Dim sa të Dita gjeni me qitë që të fyet. Të përfundoj që Tomas e byti. Dim sa të janë me ndimu shefin e shtabit teknik, strategjinë e lojës dhe mënyrën se si luan e bën shefi i shtabit teknik. Mendoj të thotë që ndeshjen e parë kam rreziku, i kam humbur pikë për kampionat me Malishevën po dujill, kam luajtur me një skemë ke ndryshe. Edhe kam dashur lojën tjetër me lut ke ndryshe për më kualifiku. Si po luajnë? Ka realiteti, ato kam luajtur ato si trajner me një skemë ke ndryshe, me filozofi ke ndryshe atë lojë, jo përgatit për ndeshjen e radhës që më kualifiku për kupë, sepse di që jam shumë lart në kampionat, edhe më ka rezultuar pozitivisht, por prapë meritat kryesore janë djemë që kanë bo maksimumin, por edhe ne na vendosur mirë taktikisht edhe kena fituar ndeshje mirë më të mirë të mëshme, na kualifikuar matutje që jena afër objektivit për me qanë finale, dhe finale është 50-50. Peter Prej me kërkesa, mund është që të filozofimin ndimu edhe lecet e Farukut pak me fitu në e loj, se hala Tek këto nuk kanë rezultatet pak fitu. mirë. Bujar letaj, a keni shënuar gol me të dy këmbët në karrierën tuaj? Alvarezin e Atletikos vetë thuj. Ajta e përgjigje. Penaltia diskutu me Ajta e përgjigje e sakë. Me të majtën e di që jo se është për autobus e ka për tira se di. Leci për fund edhe për Lecin? Pyetje për strategun e Rahovecit. Besart Krasniqi çka mendon për ndeshjen Rahoveci Liria? Rahoveci Liria ka kohë një 2 javë ditë. Liria është ekip shumë i fortë, me shumë emën,